Në mesazhin e tij në festin e Fitër Bajramit, zëvendës mjeftyi i Shkodrës Arben Halluni e vuri theksin e dashurinë e prindërve. Ai tha se sot po ndodh një fenomen i dhimbshëm ku prindërit po dërgohen azile. Sot duhet jemi pranë tyre, le të mos i shohim prindërit si barr, por si bekim, sa janë gjallë, mbajeni pranë zemrës dhe shtëpisë tuaj, u shpreh Halluni. Pas adhurimit të Allahut vjen mirësia ndaj prindërve. Sot, për fat të keq në shumë vende të botës, por edhe Shqipëria, fatkeqësisht edhe Shkodra, po ndodh një fenomen i dhimbshëm. Prindrit po dërgohen në azile. Prindrit që dikur sakrifikuan jetën për ne, sot presin vetëm një telefonat, një vizit, një përqafim. Le të mendojmë për një moment, kur ne ishim të vegjël dhe bënim zhurmë natën, a na dërguan prindrit në ndonjë vend tjetër që të pushonim, të dalë dikush të thoj këtu dhe të më sfidoj. Jo, pa dyshim, ata qëndruan pranë nesh me durim dhe dashuri. Prandaj sot, kur ata plaken dhe kanë nevojë për kujdes, detyrimi ynë është të jemi pranë tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, u poshtërua ai që gjeti prindrit në pleqëri dhe nuk hyri në xhenet në parajs përmes tyre. Sa fjalë të mëdha janë këto. Prindrit në pleqëri janë dera jonë për në xhenet. Prandaj le të mos i shohim prindrit si barr, por si bekim. Le të kujdesemi për ta, le t'i gëzojmë dhe le t'i respektojmë. Sepse do të vijë një ditë kur do të dëshironim vetëm edhe një herë të themi, nan si je, baba, ki nevojë për diçka. Por atëherë do t'jetë tepër vonë. Prandaj sa janë gjallë, mbajeni pranë zemrës dhe pranë shtëpisë tuaj. Metej Halluni theksoi se sot po shohim përpjekje për të ndryshuar natyrën e familjes ku fjalët nën dhe bab të zëvendësohen me shprehje si prindi 1 dhe prindi 2. Halluni shtoi se familja nuk është formulë administrative. Ndërsa sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nan dhe bab me shprehje të ftofta si prindër 1 dhe prindër 2. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Nuk mund të zëvendësohet roli i nanës, nuk mund të zëvendësohet roli i babës. Prandaj ne duhet ta themi me qetësi, por me vendosmëri. Ruani familjen, ruani nanën dhe babën. Ruani identitetin e fëmijëve tanë. Sepse kur fëmijët rriten pa këtë themel të shëndosh, ata humbin orientimin, humbin sigurinë dhe humbin modelin e jetës. Falja namazit e Fitër Bajramit u organizua në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër në qytetin e Shkodrës. Allah